Në mjediset e Universitetit Fanstilianoli në kuadër të pranverës frankofone, u zhvillua një takim letrar me shkrimtarin e njohur kanadez Jean-François Sénéchal. Ky event mblodhi së bashku lexues, student të gjuhës frënge dhe nxënës të seksionit dy gjuhësh, mësues të gjuhës frënge dhe të letërsisë për të diskutuar mbi krijimtarinë e tij dhe temat e rëndësishme që trajton romani i tij Bulevard, i përkthyer së fundmi nga pedagogja e gjuhës frënge Fabiola Kadi. Është një takim letrar me një autor kanadez, i cili ka shkruar një libër të titulluar Le Boulevard dhe është përkthyer përpara disa muajsh në gjuhën shqipe. Ky roman përcjell vërtet vlera shumë të veçanta, sidomos për të rinjt në kohët e sotme, kundër bullizmit, si të ruajmë dhe të mbrojmë shoqërinë tonë, si të mund të ndihmojmë njerëzit në nevojë. Kadi thotë se një nga arsyet pse zgjodhi të përkthente këtë vepër janë mesazhet që përcjell romani. Ka qenë një punë e bukur, por edhe e vështirë nga ana tjetër, sepse frëngjishtja e Francës, të cilën ne studiojmë në të gjitha shkollat tona, është e ndryshme nga frëngjishtja e Kanadas, ka shprehje, ka fjalë, ka mënyra edhe të konceptuarit të gjërave ndryshe nga frëngjishtja e Francës, por gjithsesi ka qenë një punë shumë e bukur. E kam përzgjedhur, unë kam përkthyer dhe libra të tjerë, por këtë libër e veçoj, e quaj Coup de cœur në frëngjisht, pra ma kam rrëmbyer zemrën për shkak të mesazheve që përcjell. Vërtet mesazhe për të rinjt të tanë sot. Kemi nevojë për të marrë mesazhe të tilla në mënyra të ndryshme dhe pse jo nëpërmjet letërsisë. Gjatë takimit, autori Sénéchal ndau me të pranishmit përvojën e tij si shkrimtar, procesin krijues dhe frymëzimin për librat e tij.